Përshëndetje, shenja e peshqve. Kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm oracle. Në gjendjen tuaj personale kemi 2 shkopinjt, djalli, mbreti i monedhave, faqja e shkopinjve. Atëherë, duket se ju po qëndroni në një pikë shumë të rëndësishme ndërgjegjësimi. 2 shkopinjt nuk është një kartë veprimi, është një kartë vizioni. Ju po shihni jetën tuaj nga jashtë, si një vëzhgues që më në fund kupton ku ka qenë dhe ku nuk dëshiron të qëndrojë më. Ka një distancim emocional që po fillon të ndodhë. Jo sepse ju nuk ndjeni më, por sepse ju po bëheni më të vetëdijshëm për atë që ndjeni. Djalli në këtë pozicion është shumë domethënës. Ai tregon se ka ekzistuar një lidhje, ose një zakon, ose një mendim, ose një model që ju ka mbajtur të lidhur në mënyrë të padukshme. Kjo nuk do të thotë me patjetër se mund të ketë qenë një varësi fizike. Shpesh për ju peshqit, djalli shfaqet si varësi emocionale, që mund të jetë një lidhje me një ndjenjë, ose me një kujtim, ose me një shpresë që nuk është e shëndetshme për ju, por që ju ka dhënë identitet për një kohë të gjatë. Ju mund të keni ndjerë se një pjesë e fuqisë suaj ishte jashtë jush, se diçka ose dikush kishte aftësinë të ndikonte stabilitetin tuaj të brendshëm. Por mbreti i monedhave është kthesa, ai nuk është një emocion, ai është një gjendje. Ai është versioni juaj që nuk reagon më nga frika, por nga stabiliteti. Ju po hyni në një fazë ku filloni të mendoni ndryshe, në mënyrë më praktike dhe me kufi. Pra, ju nuk po humbni ndjeshmërinë tuaj, ju po i jepni asaj strukturë. Faqja e shkopinjve është lindja e një identiteti të ri dhe ju filloni të ndjeni një energji të re, një dëshirë për të lëvizur, për të eksploruar, për të mos qëndruar më në stagnim emocional. Dhe kjo është si një zjarr i vogël që ndizet brenda jush. Nuk është ende një flakë e madhe, por është reale dhe është e juaja mbi të gjitha. Ju duhet të jeni shumë të vetëdijshëm për atë që ju dobëson, sepse jo gjithçka që ju tërheq është e destinuar për ju. Fuqia juaj rritet kur ju zgjidhni stabilitetin mbi impulsin. Kalojmë tek familja. Në familje kemi 8 shkopinjt, magjistari, faqja e kupave dhe njeriu i varur. Në familje ka lëvizje të shpejtë energjie. 8 shkopinjt janë komunikime, udhëtime, mesazhe, hyrje dalje. Pra gjërat nuk janë më statike, mund të ketë, siç thash, komunikime të papritura, zbulime emocionale ose ndryshim në mënyrën se si ju dhe një person tjetër lidheni ose persona të tjerë pra në familje. Magjistari tregon se ju nuk jeni në vend numëro në këtë situatë, pra nuk jeni pasiv. Ju jeni krijues i realitetit tuaj në familje. Dhe energjia që ju sillni në një situatë familjare mund të jetë një energji që sjell qetësi, mund të jetë energji që mund sjell tension, mund të jetë edhe energji që sjell distancë. Pra, çfarëdo lloj energjie që ju sillni në familjen tuaj ndikon drejt për drejt në rezultatin e sferës familjare. Faqja e kupave tregon një butësi që po lind, mund të jetë një hapje emocionale nga ana e dikujt tjetër, ose një ndjeshmëri që ju filloni ta shprehni më ndryshe. Por njeriu i varur tregon se jo çdo gjë mund të ndryshohet menjëherë, ka një proces që kërkon kohë
dhe ju po mësoni të mos detyroni zgjidhjet, por t'i lejoni ato të formohen në mënyrë të natyrshme. Kartat ju këshillojnë që nuk duhet të mbani barrën e të gjithëve. Ndonjëherë duhet të tërhiqeni dhe të vëzhgoni, dhe ky do t'jetë akti më i madh i mençurisë suaj. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi asi i shpatave, 5 kupat, 2 monedhat, mbretëresha e monedhave. Dashuria për ju këtë javë është në një proces zgjimi. Asi i shpatave pret iluzionin. Ju shihni diçka në mënyrë shumë të qartë dhe koncize. Mund të jetë e vërteta për një person, për ndjenjat tuaja, ose për atë që është dhe nuk është më e mundur. 5 kupat tregon një pikë pikëllimi, që nuk do të thotë me patjetër një ngjarje e re, por një ndjenjë që ende ekziston tek ju. Pra, ka një pjesë të zemrës suaj që ende po përpunon një humbje, një zhgënjim ose një version të dashurisë që nuk u realizua ashtu siç shpresonit ju. 2 monedhat tregon se ju po përpiqeni të gjeni ekuilibrin, një pjesë e juaja është gati të ecë përpara, një pjesë tjetër ende po përpunon të kaluarën dhe kjo krijon një ndjenjë luhatje në emocione. Por mbretëresha e monedhave është transformimi juaj. Ju nuk jeni më personi që dashuron duke harruar veten. Ju bëheni personi që dashuron duke ruajtur stabilitetin tuaj fillimisht. Dhe filloni të kuptoni se dashuria e vërtet nuk krijon ankth, dashuria e vërtet krijon siguri dhe stabilitet. Pra, paqja mbi të gjitha, ajo është dashuri. Kur ti fle gjumë rahat, ajo është dashuri. Dhe ju nuk kërkoni më të shpëtoni askënd. Ju kërkoni dikë që është i qëndrueshëm. Dhe kartat këshillojnë të mos e tradhtoni paqen tuaj për të mbajtur një lidhje. Ajo që është e destinuar për ju nuk do t'ju kërkoj të zvogloni veten. Kalojmë tek puna. Në punë kemi 9 monedhat, hëna, 8 monedhat dhe 10 monedhat. Në punë më duket se po kaloni nga një fazë vetë ndërtimi në një fazë stabiliteti afatgjatë. 9 monedhat tregon se ju po bëheni më të pavarur, ju po filloni të kuptoni vlerën tuaj reale. Hëna tregon se ende ka pasiguri, jo sepse rruga është e gabuar, por sepse rezultati nuk është ende plotësisht i dukshëm. 8 monedhat është përkushtimi juaj, ju po punoni, po përmirësoheni, po ndërtoni. Dhe 10 monedhat është rezultati, është stabilitet, siguri dhe një ndjenjë themeli që nuk mund të tronditet lehtë. Kartat këshillojnë që të mos dyshoni në proces vetëm sepse nuk shihni menjëherë rezultatin. Ju jeni afër stabilitetit, më afër nga sa mendoni ju. Kalojmë tek Prism Oracle. Në Prism Oracle kemi energji. Energjia juaj duket se është duke u rikthyer tek ju. Për një kohë të gjatë një pjesë e energjisë suaj ka qenë e lidhur me pritjen, me kujtimet, me njerëzit dhe me pasigurinë. Tani ajo po kthehet. Ju ka mundësi që ta ndjeni këtë si një distancim emocional nga ajo që dikur ju kontrollonte. Dhe mund t'jetë edhe një qetësi e re brenda vetes tuaj. Mund të manifestohet nga një dëshirë për stabilitet, ose ndoshta nga një ndjenjë se ju nuk keni më nevojë të luftoni për t'u ndjerë të vlefshëm. Pra ju po bëheni më selektiv me energjinë tuaj. Dhe kjo është pika
ku fillon transformimi i vërtet. Paçim!